SPAK ka goditur një grup të strukturuar kriminal të përfshirë në vrasje me pagesë për vetësim të pronës shtetërore përmes falsifikimit. Në një njoftim për mediat, SPAK ka zbardhur edhe vrasjen e Edmir Bregut alias Ilir Kuçi në Durrës. Shoku i ngushtë i Edmond Çekiçit i vrarë po ashtu në mars 2021. Porositosi i atentatit, sipas SPAK-ut, rezulton tjetë Astrit Avdylaj, i cili e ka porositur vrasjen për hakmarrjen e nipit të tij. Në total u lëshuan 9 urdhër arreste. 5 prej tyre janë ekzekutuar, ndërsa 4 persona janë ende në kërkim. Urdhër arrest ka edhe për Avdylajn, mas e cila i komunikohet në burg pasi ndodhet në qeli edhe për operacionin e revanshi. Urdhër arrest është lëshuar edhe për Aleksander Lahon, i njohur edhe si Rumi i Shiakut, dhe për kreun e bandës së Shiakut, Astrit Avdylaj, i cili ndodhet në burg për operacionin e revanshi. Operacioni është zhvilluar në bashkëpunim me Europol, Eurojust, si edhe autoritetet ligjzbatuese të Francës, Belgjikës, Hollandës dhe Gjermanisë. Në kuadër të hetimeve është ekzekutuar sekuestrimi preventiv i 11 pasurive me një sipërfaqe totale prej 254.300 m2 në zonën bregdetare të fshatit Shetaj në Durrës. SPAK thekson se këto prona janë regjistruar në mënyrë të paligjshme përmes falsifikimeve masive. Masat e sigurisë: Vullnet Muça, vëllai i Rumit Aleksander Laho në Pranga; Enea Kume, vëllai i deputetit socialist Loer Kume në Pranga; Vlash Draçi në Pranga; Astrit Avdylaj në burg për operacionin revanshi; Aleksander Laho në kërkim; Aldo Avdylaj në kërkim; Edlira Avdylaj ndalimi daljes jashtë shtetit; një person me iniciale ED në kërkim dhe një person me iniciale AD në kërkim.